Mbi 2000 emigrantë nga Siria dhe vendet tjera të lindjes së mesme mbrëm me tren, autobuse, automjetet e tjera kanë arritur në Tabanoc. Sonte në ora 21:15 arriti një tren me mbi 750 refugjat, ndërkaq për në ora 22:30 është paralajmëruar edhe një tjetër tren me mbi 750 refugjat. Ndërkohë që këtu në Tabanoc refugjat arrin edhe me autobus, furgon dhe me taksi vetura, kështu që vetëm sonte diku numri i refugjatëve ka arritur në mbi 2000 prejtësish, të cilët pas një pushimi një orë këtu në stacionin e Kurrëllor, vazhdojnë rrugën në këmbë në anën tjetër të kufirit, hynë në komunën e Preshevës dhe më pas vazhdojnë për në Preshev dhe rrugtimi i tyre vazhdon drejt Hungarisë. Emigrantëve të lodhur, organizata të shumta humanitare në Tabanoc pu ofrojnë ushqim dhe veshmbathje. Që edhe merhameti prej fillimit, mund të themi para 3 muajve, ne jemi me vëllezërit tanë, me motrat, me nënat, bija tona, dhe ja edhe ju e shihni gjendjen se si është, që çdo natë vinë që në këto momente ne kemi mbi 750 veta dhe pritet të vinë ende. Dhe ne çdo natë jemi me këta, mundohemi me ushqime, me ujë, edhe kështu ushqime të ndryshme të cilet ju ofrojmë vëllezërve tanë, që sonte fatmirësisht edhe koha është e mirë, netët tjera vërtet edhe koha nuk ka qenë e mirë dhe ka pasur nevojë edhe ndihma tjera, po edhe kur janë edhe netet e ftohta ka nevojë për batanie, për këta vëllezër, që sonte shihni ju që ne sonte s'pari herë bëjmë edhe diçka tjetër si organizat, që s'pari herë nuk di, ndoshta edhe shoqata tjera ndihmojmë padyshim. Jo vetëm na, mirë po sonte ne jemi munduar me bashkëpunim me IAHAN e Turqisë që këtyre vëllezërve tanë t'ju shtrojmë edhe gjellë. Kështu që ata të vërtet spakut ja u lehtësojmë edhe udhëtimin e tyre, se vërtet udhëtimi i tyre është shumë i rëndë. Ne dje ishim edhe në Preshev, që vërtet pam një vështirësi të madhe të këtyre vëllezërve tanë të cilët gjenden atje, për arsye se këtu jo që i kam vetëm 1 kilometër të hecin prej këtu deri në kufi, por jashtë asaj atje me njëherë pas kufirit është kampi të cilën i presin edhe hynë ati dhe pastaj duhet hecin 2 kilometra në kamp edhe pastaj përsëri kanë 7 kilometra të cilët duhet të paguajnë, sa që na thanë atje ka mundësi ju marrin për 7 kilometra 20, 50, po edhe 100 euro ju marrin ato vende, që pastaj më presin 2 ose 3 ditë atje derisa të paraqiten, që pastaj të vazhdojnë për në Beograd edhe Hungari edhe ata ku e kanë qëllimin të udhëtojnë. Keni vështirësi për të siguruar ndihma, keni sponsor apo bashkëpunim me ndërmarrjet firmat e Maqedonisë? Sigurisht ndihma është jashtëzakonisht e madhe. Ne ndoshta shoqata e vetme për momentin që bashkëpunojmë nga jashtë është IAHA-ja e Turqisë dhe ata kanë ndihmuar prej fillimit, mirë po hyrjet edhe ndihma më e madhe është nga vendi, nga afaristët tanë, firmat pa ndërprerje athirin nga Struga deri në Kumanov, por ne pardje kemi pasur edhe një ndihmë edhe nga vëllezërit tanë nga Shqipëria, që të bëjnë në xhami ose rrugës ose nga njerëzit të cilët i njohin, që vetëm ata vërtet nuk janë shumë larg, mirë po për arsye se gjendjen këtu nuk e dinë si është, ata mundohen të bashkëpunojnë me neve. Vërtet ndihmat ne mund të themi tamam tani kur filluan refugjatët këtë muaj, në fillim këtij muajit, se përpara ne e mbulonim vetë këtë orë, se vinte vetëm një tren ose 2 dhe mbulonim ne si shoqat. Mirë po tani këtë muaj kur filluan me këtë numër të madh që ka ndonjëherë 5.000, 6.000 para 5-6 ditëve, kështu që ne nuk kemi mundësi ta mbulojmë tani me motivimin ton, por njëkohësisht edhe ne si shoqat që i kemi motivuar të gjithë njerëzit, sot edhe nëpër xhamia hoxhallarët mundohen të motivojnë të gjithë që dalin ndihmën e tyre edhe me tesha, por njëkohësisht edhe me ushqime. Po shpresojmë se vërtet vëllezërit tanë, jo që është ndonjë ndihmë, unë çdo njeri që kalon dhe takohem me njerëz të ndryshëm këtu, ju them se vërtet nuk është ndonjë ndihmë kjo, por thjesht është vetëm një përshëndetje që ata ta ndjehen se dikush po i pret në këtë vend. Pas qëndrimit rreth 1 orësh, emigrantët më këmbë po kalojnë kufirin Maqedoni-Serbi për të vazhduar më pas në Hungari me destinacion përfundimtar në ndonjëri nga shtetet evropiane.